dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Arkeologët e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore kanë zbuluar pjesë të një ndërtese të lashtë në Lushnjë, te Kodra e Pusit në fshatin Murriz. Kodra e Pusit në fshatin Murriz, një vendodhje në skajin lindor të Bashkisë Lushnjë në kufi me Bashkinë e Belshit, është bërë prej disa javësh stacioni gërmimeve nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore. Arkeologët kanë zbuluar pjesë të një ndërtese e cila daton sipas tyre në shekujt e 4 deri 6 pas Krishtit. Gërmimet janë përqendruar në një pikë dominuese me pamje mahnice të gjitha anëve të horizontit, nga ku duken qyteti i Peqinit në veri, Belshi në lindje, Lushnja në perëndim e në jug Kuçova. Materialet prej qeramike, monedha të ndryshme, themele e mure ndarse lën të kuptohet për një vend banim të hershëm i lirë, por që gjithçka do të zbardhet me ecurinë e mëtejshme të gërmimeve. Ajo çfarë është evidentuar nga gërmimi arkeologjik është thjesht një rënje çatije të një strukture, nuk e di mende se çfarë strukture bëhet fjalë, mbase kemi të bëjmë me një bazilik, mbase kemi të bëjmë me një banesë të periudhës antike të Tevon, pra shekujt 4, 6, mbase edhe 7. Materiali arkeologjik deri më tani na jep këto datime, pra 4, 6, duke pasur parasysh që me shumë gjasa kemi të bëjmë mbase me një strukturë funerare ose mbase dhe një bazilik. Është për të parë ende me vijimin e gërmimit arkeologjik, duke shpresuar që me ditët në vijim të hasim edhe strukturë ose të paktën mure ku mund të kemi të qartë edhe pak a shumë një linjë të strukturës, qoftë ajo bazilik, qoftë ajo banesë. Në këtë zonë punimet që po kryen në këtë vend banimi lirë, si dhe gërmimet që do të nisin në 2 të tjera sa afërmi, kompletojnë kështu infrastrukturën arkeologjike dhe do të kthehen në atraksione turistike për Bashkinë e Lushnjës. Ka qenë gjithçka rastësore. Unë gjerasin të falenderoj një djalosh në fshatin Gjolen, i cili pa nguruar më njoftoi në muzeun e Lushnjës që në këtë kodër kanë dalë tjengulla. Ashtu siç ndodhi edhe me termën e Zjanës, erdha, verifikova çfarë kishte, tjengullash, tullash dhe ndoshta në një paret i vogël prej qeramike, me anë të bashkisë ju drejtuam IKTK-s për të bërë një sondazh për të parë diçka më tepër. Nga verifikimi doli që jo vetëm këtu, por edhe në pjesën lindore të Kodrës së Pusit, aty kemi rastisur edhe në objekte neolitike. Është një gjetje e re, çfarë kemi gjetur deri më tani, se është ende që herët që të themi me se kemi të bëjmë, janë fragmente tjengullash që i përkasin periudhës qytetare ilire, romake dhe antikitetit vonë. Pra mund të themi me plot gojë, kemi një vendbanim i lirë, i ri, i pa eksploruar dhe do t'i shtohet hartës së Bashkisë Lushnjës. Shpresojmë që edhe me gërmimet që do të bëhen në Zjan, do të kemi 2 vendbanime të reja me gjetje të madhe arkeologjik edhe për turizëm. Pra t'i tregojmë edhe të tjerëve çfarë ofron kjo zonë, më saktë Bashkia e Lushnjës. Arkeologët mendojnë se ky zbulim së bashku me 2 të tjerët në afërsi të tij mund të lidhen me zjatimet të rrugës së vjetër Egnatia, e cila lidhte perandorinë romake deri në Konstantinopoj. Sot ka ndodhur një aksident në aksin Çerm-Lushnjë ku plagosë rënd një 44 vjeçar. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit. Një aksident me pasojë plagosjen e një personi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në bypassin e autostradës në Lushnjë. Një mjet Benz ka përplasur shtetasin Odise Petro, 44 vjeç, që kalonte nga njëra anë e autostradës në anën tjetër me biçikletë. Pasi ka kaluar barrierën e hekur tanësore, ai është goditur nga benzi, edhe pse drejtuesi i mjetit është munduar ta shmangë. 44 vjeçari është dëmtuar rënd në të dyja këmbët dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e Lushnjës. Grupi hetimor po punon për dokumentimin dhe zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, ndërsa është shoqëruar drejtuesi i mjetit. Nga të dhënat e para dyshohet se i dëmtuari i ka prerë rrugën mjetit Benz në një aks rrugor të siguruar me barriera anësore. Sipas njoftimit të policisë, rreth orës 9 në aksin rrugor Çerm-Lushnjë, shtetasi SH 62 vjeç me automjetin që drejtonte ka përplasur biçikletën me të cilën lëvizte shtetasi OP 44 vjeç, i cili është në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën.
Shërbimet e policisë kanë shoqëruar në ambientet e policisë 62 vjeçarin dhe vijojnë hetimet për të sqaruar rrethanat e aksidentit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Banorët kërkojnë ndërtimin e një xhamie të re në Patos fshat në Fier. Nuk falemi në këto ditë feste, na duhet patjetër xhamia e re, thon ata. Në Patos fshat në Fier, ku banorët janë me shumicë myslimane, po përballen prej kohësh me mungesën e një xhamie, çka i detyron ata të udhtojnë drejt zonave të tjera për të kryer ritet e tyre fetare. Xhamia e vjetër e ndërtuar në vitet 1900 u prish nga sistemi komunist më 1967, por më 1996 u ndërtua xhamia e re në qendër të qytetit, e cila për shkak të lëvizjeve tektonike u rrënua dhe prej saj ka mbetur vetëm minarea. Nuk kemi ku të falemi. Xhamia është prishur me në verin andeja, ka qenë lartë edhe nuk ka me. Është bërë vetëm kjo. U bë xhamia, u prish mbeti minarea. Ja, ka një prishja minareja, vetë që minareja shtu, s'ka xhami me. Që minareja këtu... Minareja ka mbetur xhami. Ka një minareja, xhami u prishur. Edhe prishja bën ata, xhamia ka qenë të lartë, por që gabimi atyre, që se bën atije, po bën këtu në rket. Sipas banorëve, komuniteti islam i fshatit nuk ka pasur mbështetjen e duhur për ndërtimin e një objekti kulti pavarësisht nevojës së vazhdueshme. Nuk kemi xhami. Dhe kur tentua për të bërë xhami e re, sa marroi si mur, u bë dhe minaria, ajo plasi, me fjalë u qa muri, lozin fëmijët hynin na muri, dilin atan, për mos të krijuar në një aksident, ata e prishën prap, me fjalë mbaruar dhe pa mbaruar mirë e prishën prap. Tash ka ngelu vetëm minaria. Edhe sot Patosi fshat s'ka as një xhami ku drejt të bëj atë ritmi që thon ato. Atë sa banor bëhet Patosi fshat. Ku shkoni për të kryer? Po, ne nuk shkojmë as në një vend, jemi bërë rreth 1800 banor, sot mund të jemi te gjysma. Dhe nuk është fare, nuk. Pra, afro 1000 besimtarët e këtij komuniteti nuk shkojnë as në një vend. Jo, nuk kanë një xhami që të falen. I pyetur për këtë problem, miftiu i xhamisë Fier Mikele Hazizolli ka pohuar se çështja mund të zgjidhet, por fillimisht është e nevojshme që vetë banorët të organizohen, të mbledhin firmat dhe të paraqesin një kërkesë zyrtare për ndërtimin e xhamisë, pasi kjo kërkesë nga ata nuk është bërë. Ndërkohë banorët thonë se sheshi i fshatit ku ndodhet minareja duhet të pastrohet nga rrënojat e shkollës së vjetër dhe të kthehet në një hapësirë ku besimtarët mund të kryejnë ritet fetare. Tash e shoj vendin, të çoj dy stolet, tash me çimento. Shto distroj vejmë ashtatar, falemi, dëgjojmë edhe hoxhën, bjemi në i hoxhë turës, vjen falet të flete i hoxhë, gjim gjesë, dëgjojmë për Ramazan, ju kështu ne mërë, ne, si në te, si mos më keq këtu, e mos më keq me. Megjithatë, deri më tani një kërkesë e tillë nuk është dorëzuar për ndërtimin e një xhamie të re, çka ka bërë që situata të mbetet e pasgjidhur dhe besimtarët të vijojnë të përballen me të njëjtat vështirësi. Shpërndante kokainë dhe kanabis në Lushnjë. Policia vë në pranga një 36 vjeçar. Finalizohet nga sektori për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me prokurorin operacioni Fokusi. Policia vendos në pranga një 36 vjeçar që shpërndante kokainë dhe kanabis në qytetin e Lushnjës. Gjithashtu sekuestrohet një sasi lëndë narkotike, kokainë dhe kanabis, një peshore elektronike dhe një shumë parash e dyshuar e përfituar nga shitja e lëndëve narkotike. Sipas njoftimit të policisë, specialistët për hetimin e narkotikëve të DVP Fier në vijim të punës për goditjen e veprimtarisë kriminale të shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe pas një hetimi një mujor, finalizuan operacionin e koduar Fokusi. Në kuadër të operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi OH, 36 vjeç, banues në Lushnjë. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi prej 55 gram lëndë narkotike kokainë dhe 562 gram lëndë narkotike kanabis. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan lëndët narkotike, një peshore elektronike, një shumë parash që dyshohet se është përfituar nga kjo veprimtari kriminale, si dhe një celular. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit në ngarkim të shtetasit OH për veprën penale, prodhimi dhe shitja narkotikëve. Në muajt janar shkurt 2026 ka më pak automjete të vjetra në rrugë, pasi janë çregjistruar 1761 mjete.
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor bën të ditur se gjatë muajve janar dhe shkurt të vitit 2026 është rritur numri i automjeteve të vjetra që janë çregjistruar nga qarkullimi. Sipas të dhënave zyrtare në këtë periudhë janë çregjistruar gjithsej 1761 mjete me moshë mesatare prej 22 vitesh, ndërsa është shënuar një rritje prej 32.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Çregjistrimi i mjeteve të amortizuara është një hap i rëndësishëm jo vetëm për mbrojtjen e mjedisit, por edhe për rritjen e sigurisë në rrugë. Automjetet e vjetra shpesh kanë standarde më të ulta sigurie dhe ndikojnë më shumë në ndotjen e ajrit, ndaj largimi i tyre nga qarkullimi ndihmon në përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe në uljen e rrezikut të aksidenteve. Ndërkohë kontrolli teknik i automjeteve mbetet një nga elementet më të rëndësishëm për sigurinë në rrugë. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, gjatë 2 muajve të parë të vitit janar-shkurt 2026, një numër i konsiderueshëm prej 16.301 mjete nuk kanë arritur të kalojnë kontrollin teknik. Për shkak të problemeve që lidhen me sistemin e shkarkimit të gazrave, mangësi vizuale dhe funksionale, sistemi i drejtimit dhe amortizimit, si dhe problemeve që lidhen me sistemin e frenimit. Nga ana tjetër, individët kanë mundësi të kryejnë procedurat përmes platformës e-Albania, ku mund të rezervojnë online takimin për shërbimin e nevojshëm. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor u bën thirrje drejtuesve të automjeteve që të kontrollojnë rregullisht dokumentacionin dhe gjendjen teknike të mjetit që posedojnë, në mënyrë që automjeti të jetë gjithmonë i sigurt dhe gati për qarkullim në rrugë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.